Kosova tash është zyrtarisht në një cikël të ri zgjedhor, pritet veç caktimi i datës që nuk mund të jetë më vonë se 7 qershori, sipas aktivimit të gjykatës kushtetuese. Pyetja që do duhej mu sqaru gjatë kësaj kohe është pse refuzon të Kurti në çdo aspekt me fol për Vjosa Osmani, pse nuk bën më Vjosa Osmani për presidente. Ne. 2. Çka ka me na tregu Vjosa Osmani në debatet e ardhshme politike që do mbahen para zgjedhjeve për marrëveshjen e orit, kush e shej vendin në zgjedhje, pse zotri Kurti ma shumë bën shpresë tek diaspora shqiptare në Gjermani, në Zvicër, në Francë, në Austri, se sa tek shqiptarë që jetojnë në Kosovë, as janë të jetu qytetarët e Kosovës ma mirë me zotri Kurtin që nuk marrin shpresë te votat e tyre. Kush është deputeti i VV-s i cili është bashkëpronar me Marin Gjonaj, me milionerët të ri të energjisë të ditëve të fundit, e shumë gjëra që duhet mu sqaru. Pse diaspora, pyetja më e rëndësishme, është t'u prish me vlla, me motër, me babë, me nonë, me secilin, veç për votën për Kurtin, ty mos e kuptu që ata atje s'podojnë. Çao ka ndodhur.